Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës që sjell autori në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me duan, dhikrin, gabimet që ndodhin në to, gjërat e pasarta, bidatet që i veshin njerëzit. Thotë format, mënyrat e dhikrit dhe të lutjes. Dhe të dyja këto adhurime muslimani i bën gjatë gjithë jetës, kohës, ditës dhe natës së tij. Prandaj është e rëndësishme që ti njoh. Thotë në titullin e temës, ngritja e duarve. Të gjithë ne bëjmë dua. Por a na shkon mendja të gjithëve se edhe ngritja e duarve ka rregullin dhe formën e saj? Apo mendojmë thjesht ngrit duar dhe kaq? Ja. Duaja është adhurim. Ngritja e duarve në të është adhurim. Dhe duke qenë se është adhurim, patjetër që ka një formë të caktuar. Patjetër që ka rregullin e edukatën e saj. Kjo është një çështje që jo pak muslimanë neglizhojnë, deri në atë pikë sa as nuk interesohen apo t'u shkojnë në mend ngritja e duarve, a ka një formë, a ka një mënyrë si ngrihen, kur ngrihen e tjerë. Dhe kjo është ajo çështje që autori, Allahu mëshiroft, do të na sqarojë neve në librin e tij të Begat. Thotë hadithet që janë përcjellur nga profeti sallallahu alaihi wasallam tregojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ngrinte duart e tij në dua, siç i ngrinte në 6 vende gjatë haxhit. Në 6 vende gjatë haxhit, në Safa, në Marwa, janë ato dy kodrat, kush ta qenë di që bën atë ecje ndërmjet këtyre dy kodrave, në Arafat, në Muzdelife, në vendin e parë ku gjuhen gurët, pra mbas gjuajtjes së gurëve gjatë haxhit, që është në Mina, dhe por kështu edhe në vendin e dytë, ku gjuhen gurët, mbas gjuajtjes së tyre bëhet dua. I ngrinte duart profeti alayhi salatu wassalam në këto vende, siç vjen në hadithe të shumta. Por edhe jashtë haxhit, edhe në kohë apo raste të tjera jashtë haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam i ngrinte duart e tij në dua, siç ishte në istisqa. Istisqa është lutja për shi. Lutja ku i kërkon Allahut azza wa jall rënien e shiut, apo siç i ngrinte duart në duan e kunutit, në namazet farz. Dhe në raste të tjera, të cilat janë afërsisht 50, thot autori, që janë transmetuar se profeti alayhi salatu wasalam në këto vende, apo në këto gjendje, apo në këto raste, i ka bërë dua dhe i ka ngritur duart. Dhe të gjitha këto janë përmbledhur në libra të veçantë. Çfarë tregon kjo fjalë që dietarët i kanë kushtuar rëndësi? Dietarët i kanë kushtuar rëndësi. Gjykimi për të, për ngritjen e duarve. A është farz që ti ngresh duart në çdo dua? Apo është e pëlqyeshme? Apo ndonjëherë po, e ndonjëherë jo? Ngritja e duarve është prej gjërave të pëlqyeshme dhe edukatës në dua. Pra prej formës më të bukur të duas është edhe ngritja e duarve. Dhe kjo është e pëlqyeshme sipas ixhmait që kanë dhënë dietarët. Pra ky lloj gjykimi nuk ka kundërshtim ndërmjet dietarëve, është me ixhma, konsensus, dakordsi të plot. Përveç rastit thot gjatë hutbes së xuma, ku nëse khatibi, ai që mban hutben, bën dua, nuk është e pëlqyeshme për të dhe nuk duhet, si çdo të merret, që t'i ngrej duart gjatë duas, por kështu edhe xhamati. Për shembull, gjatë hutbes së tij,
Khatibi përflet për xhenetin apo për xhenemin. Flet për xhenetin dhe thot Allahu na bëfër banorëve të tij. Nuk lejohet i ndrej duart në këtë dua. Lejohet duaja, por jo ti ndrej duart. Por çtu dhe xhamati. Edhe nëse khatibi e bën, nuk i lejohet. Përveç rastit kur në hutbe bën dua për shi. Përveç rasti, sepse është përcjell nga profeti alayhi salatu sallam që në hutben e tij është lutur për shi dhe i ka ngritur duart. Pra nuk i lejohet khatibit dhe xhamatit të ngrenë duart gjatë duas, siç mund të jetë në fund të hutbes, përveç rastit nëse lutesh për istisqa, duaja e kërkimit të rënies së shiut. Si është rregulli i ngritjes së duarve? Tani hym në thelbin e çështjes. Si është rregulli i ngritjes së duarve? Ku duhet mbahen duart kur ngrihen? Si duhet të jenë të hapura kështu, apo të hapura të bashkuara? Duhet të jenë afër, duhet të jenë larg, duhet të jenë lart, duhet të jenë ulët? Është e rëndësishme kjo çështje. Lutësi, thot autori, i ngret duart e tij deri tek shpatullat ose pranë tyre. Pra deri në lartësinë e shpatullave, deri në lartësinë e shpatullave, kështu, ose pranë tyre, është kuptimi këtu. Jo këtu. Nuk është kuptimi. Por në lartësinë e shpatullave, kështu, ose i afron pranë tyre, ose i mban kaq larg, ose i mban kaq afër, të bashkuara, duar të bashkuara, jo të hapura. Sa herë mund të jemi lutur me duar të hapura? Sa veta shohim me duar të hapura? Nuk është kjo më e mira. Drejt qiellit dhe pjesa e pasme me drejt tokës, me fytyrën nga toka, si mund të themi. Të rthyera nga toka, pra kështu. Ka disa që duke mos e njohur të çështje në ligjimi ose pa dituria, për arsye nga më ndryshmet, i vetëm që se i mbajnë të hapura, por i mbajnë shumë të mbyllura duke përngjasuar me të krishterët, që luten në këtë mënyrë, me duar të mbyllura, pëllëmbët të puthitura, dhe në këtë mënyrë. Ja. Të hapura. Po e praktikon? Të hapura, ku ana e brendshme e pëllëmbës, pra kjo këtu, është nga qielli, lart, sepse po i kërkon Allah t'japi. Po i kërkon Allah të lartit t'japi. Dhe kjo, të kthyera, ana e jashtme e duarve, kurrizi, si mund t'i themi, të kthyera nga toka. Por thot, lejohet gjithashtu nëse dëshiron mund t'i drejtoj drejt fytyrës së tij. Lejohet dhe kjo formë, thot, drejt fytyrës së tij, pra ana e brendshme e duarve, drejt fytyrës, në lartësinë e supeve, ndërsa ana jashtme e pëllëmbëve drejt kiblës. I bie pra në këtë drejtim. Pra në drejtim tjetër. Duar, thot autori, pra nga ajo forma më e mirë, edukata më e mirë, plotësimi sa më i mirë rregullit në këtë çështje është të jenë të pastra. Të jenë të pastra. Të jenë të zbuluara. Pra mos kesh diçka në dorë, me telefonin në dorë për shembull. Nuk është kjo prej bukurisë së duas në lidhje me këtë çështje. Pse? Sepse ti po shfaq një formë lypje. Ti po i lyp Allahut dhe Allahu meriton që ta lypin krijesat. Dhe në lypjen duhet t'ia bëjmë vetëm Allahut. E lutim Allahun, e lypim atë me përgjërim. Prandaj kur i kërkojmë diçka Allahut Azza wa Jall, duhet të jetë në formën më të bukur. Sepse kjo ndihmon që edhe zemra të jetë më e përulur. Ti t'jesh më i përqendruar, më i përkushtuar dhe më i vendosur në çështjen
që i kërkon Zotit bujar. Veçori thot një çështje tjetër e temës e 3 llojeve të ngritjes së duarve në lutje. Pra na tregon që ka 3 lloj formash të ngritjes së duarve në dua. Për cilët nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-mas'ala an tarfa yadayk hadwa mankibayk aw nahwihima wal-istighfar an tashir bi usba'in wahida wal-ibtihal an tamudda yadayk jami'an." Thot profeti alayhi salatu wasallam, në dua, për në duan e zakonshme, ky është kuptimi, duan e zakonshme, i ngren duart deri te shpatulla, për në lartësinë e supeve, shpatullave, apo pranë tyre, në mënyrën që thamë më parë. Në istighfar, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, bën shenjë vetëm me një gisht, dhe bëhet fjalë për gishtin tregues. Në gishtin tregues në istighfar, pra astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Këtë mënyrë, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pra bën shenjë me gishtin tregues. Por nëse gjatë duas tënde përfshin dhe istighfarin, tobën, pendimin, nuk ka problem, ngritja e duarve. Kurse në ibtihal është ajo duaja me përgjërim. Kur ti kërkon Allahut diçka me patjetër, me dëshirën më të madhe, apo kur i kërkon Allahut largimin e vështirësie, hallin, mbrojtjen nga një e keqe dhe e bën të me një përulje të madhe, me një shfaqje nevoje të madhe për Zotin tënd. Në ibtihal, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i ngren duart lart drejt fytyrës. Të mënyrë. Si mund tjetë rase rreziku, armiku, fatkesie natyrore që i sjell Allahu subhanahu wa taala, apo hallet mëdha që mund të jenë rënd, sëmundje jotja një të afërm e tjerë, Allahu na dhan shëndet gjithëve. Pra i ngren. Pse kjo lloj forme në këto raste të rënda? Sepse shfaq një formë përulje dhe nevoje dhe përgjërimi më të madh. Dhe Allahu subhanahu wa taala e pëlqen këtë gjë te robi i tij. Kur e shfaq nevojën e madhe për Zotin, dobësinë e tij që ka robi, e pëlqen Allahu subhanahu wa taala, prandaj profeti alayhi salatu wasalam e vepron diçka të tillë, dhe thotë autori i hadithit përcjellur nga Abu Daudi dhe Tabaraniu, dhe është i saktë në sipas mbështetjeve të transmetimeve të tjera që i japin këtij hadithi. Hadithet thot më pas tregojnë veprimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke shpjeguar se cilën gjendje nga këto 3 veçori, por dhe jo se janë forma të ndryshme të të njëjtës gjendje. Për shembull, telbiri fillestar i namazit janë përcjell forma të ndryshme profetit alayhi salatu wassalam. Herë e thoshte telbirin Allahu Akbar njëkohësisht me ngritjen e duarve, herë ngrinte duart fillimisht, pastaj fillonte telbirin fillestar, pra Allahu Akbar, ose thoshte fillimisht telbirin fillestar dhe më pas fillonte ngritjen e duarve. Allahu Akbar, e kuptot? Pra këtu nuk kemi të bëjmë, thot autori, me një gjendje në ngritjen e duarve. Jo, por ngritja e duarve në forma të ndryshme që vjen është në varësi të gjendjeve të ndryshme. Te kërkon të sqaroj autori. Dhe kjo çështje vjen si më poshtot. Pozicioni i parë, forma e parë e ngritjes së duarve është ngritja e duarve në duat e zakonshme. Pra duat zakonshme që bën ti, dhe jo se ti diçka konkrete, por duat e zakonshme. Dhe ngritja e duarve në të rast është në lartësinë e shpatullave apo pranë tyre, duke i bashkuar duart dhe duke i hapur ato. Pra jo duke i bashkuar në kuptimin të jenë të mbyllura, jo, të bashkuara pëllëmbët, por të hapura, ku pjesa sipërme është nga qielli, pjesa brendshme nga qielli dhe ajo e jashtme apo e sipërme pëllëmbës
në drejtim nga toka, por nëse dëshiron mund t'i drejtohet drejt fytyrës së tij dhe pjesa e jashtme drejt kibles. Pra mund ta bëj edhe në këtë mënyrë. Dhe kjo është forma e përgjithshme e ngritjes së duarve gjatë lutjeve në përgjithësi, pra lutjeve të zakonshme. Siç mund të jetë në kunut, në duan e kunutit të namazit të vitrit, apo në lutjen për shi, apo në vendet ku profeti alayhi salatu wasalam i ka ngritur duart gjatë haxhit, vendet që përmendëm në Safwa, Marwa, Arafat, Muzdalife, në dy vendet ku gjuhen gurët e tjerë. Pozicioni i dytë, istighfari. Kur bën istighfar, astaghfirullah, e cila njëkohësisht quhet edhe el-ikhlas, e sinqeritetit. Në këtë rast ngrihet vetëm një gisht dhe zakonisht është gishti tregues i dorës së djathtë. Astaghfirullah. Si zvinte hadithi që lexuam më parë nga Abdullah ibn Abbas. Dhe kjo formë është e veçantë për pozicionin e përmendjes, dhikrit dhe lutjes gjatë hutbes në minber, pra edhe gjatë lutjes në minber, khatibi thamë që nuk i ngren duart, për çfarë bën? Transmetohet që profeti alayhi salatu wasalam bënte shenjë me gishtin e tij. Bënte shenjë me gishtin e tij gjatë duas në hutbe apo gjatë të shahudit, namaz, lëvizja e gishtit. Apo gjatë përmendjes dhe lavdërimit të Allahut të lartësuar jashtë namazit. Pra, kur je duke përmendur Allahun, duke i bërë madhërim Allahut, lartësim Allahut, lëvdata Allahut të lartësuar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pra, bëhet me si vinte në hadithin e Ibn Abbasit. Në këtë formë, pra në këtë pozicion, thot autori, përfshihet që është pozicioni i dytë, edhe forma e dytë e përshkruar e përmendur në hadithin e Ibn Abbasit. Dhe gjithashtu transmetohet nga Amara ibn Ruejbe, i cili pa Bishr bin Marwanin në minber, duke ngritur duart e tij, pra po bënte dua gjatë hutbes, Bishr bin Marwani, dhe i ngriti duart. Amar ibn Ruejbe e pa, radiallahu ta'ala anhu, e pa, ishte sahab, dhe tha, Allahu i mallkoft këto dy duar. Gjë që tregon kritik të fortë, që tregon ndalim. Nuk ngrihen duart kur bën dua në hutbe. Mund shihni ndonjë që e bën i mirë, ta këshilloni. Pse? Sahabi tha, Allahu i mallkoft këto dy duar, dhe tha, unë kam parë profetin sallallahu alaihi wasallam që nuk bënte më shumë se kaq, dhe bëri me shenjë me gishtin e tij. Pra kur profeti alaihi salatu wasallam bënte dua në hutbe, nuk ngrinte duart, për çfarë? Bënte shenjë me gishtin e tij. Ky është sunneti gjatë duas në hutbe, dhe jo ngritja e duarve. Dhe hadithin e transmeton Muslimi sakt. Gjithashtu thot autori, dhe hadithe që tregojnë për ngritjen gjatë të shahudit, ngritjen e gishtit, pra shenjë me gisht, gjatë të shahudit në namaz, por edhe jashtë namazit, janë të njohura dhe të sakta. Pozicioni i tretë i përmendur tek hadithi ibn Abbasit, që ishte el-ibtihalu, pra ajo duaja me përgjërim, me përulje. Këtu thot autori, duart ngrihen tepër. Ngrihen tepër, pra nuk është si forma e parë në duan e zakonshme, në lartësinë e supeve, por i ngren duart këtu. Duart këtu i ngren. Dhe tregon, ngrihen të dyja duart drejt qiellit, derisa duart e bardha sqetullave. Pra, jo kështu. Por në një rast të tillë, pra ku ti ke një gjendje të tillë,
vështirësie, halli e tjerë, frikë, paniku e tjerë nga rreziku i dikujt, dhe do t'i përgjërosh Allah dhe t'i kërkosh së tepër me Allah subhanahu wa taala, i ngren duart derisa duart e bardha e sqetullave. Çfarë tregon kjo? Pra që janë hapur, janë ngritur. Dhe kjo formë është më e veçantë se dy format e mëparshme, që ishte shenja me gisht apo e zakonshme në lartësinë e subeve. Dhe zakonisht thot përdoret gjatë fatjesive, frikës, thatësirës, sëmundjeve, pushtimit nga armiku apo situateve të ngjashme të përuljes dhe shqetësimeve. Në këtë formë vjen edhe hadithi transmetuar nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se gjatë rasteve të vështirësisë apo istisqas i ngrinte duart derisa dukej pjesa e bardhë nën sqetulla. I ngrinte duart derisa dukej pjesa e bardhë nën sqetulla, dhe hadithin e transmeton Buhariu, pra i saktë. Kjo do të thotë, e sqaron autori, se ai ngrinte duart së tepërmi me përgjërim të thellë në rastet e lutjeve kur kishte fatjesi, situata të vështira e tjerë. Dhe ngritja në këtë rast është e madhe. Është e madhe. Dhe gjithashtu hadithi tjetër po i Enesit radhiyallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama. Profeti alayhis salam u lut për shi dhe i të theu anën e dutshme, pjesën dutshme të duarve, të pëllëmve, kjo është e dutshmja, drejt qiellit. Kështu? Fjalë për fjalë kështu i bi. Por s'është ky kuptimi, thot autori. Allahu më shiroj. Dhe sqaron. Dhe hadithi është tek Muslimi. Kuptimi është se profeti alayhi salatu wasallam i ngrinte lart, saqë dukej sikur këto ishin drejt qiellit. Pra i ngrinte lart, sikur këto të ishin drejt qiellit, por jo se ishin në këtë mënyrë, por i ngrinte lart. Qëllimi është ngritja lart. Pra kur ti kërkon dikujt diçka më të madhe, kjo është shfaqje një forme përulësie, përgjërimi ndaj Allahut të lartësuar. Dhe përmend më pas edhe fjalë të dietarëve, siç është Ibn Taymije dhe të tjerë që e sqarojnë hadithin e fundit të Enesit se qëllimi nuk është kthimi i anës së sipërme apo të dutshme të pëllëmve drejt qiellit, kështu siç mund të kuptohet kështu, por kuptimi është se i ngrinte duart aq lart saqë dukej sikur i kishte kthyer to drejt qiellit dhe to drejt tokës. Por jo, nuk është ai kuptimi. Nuk vjen diçka këtu. Nuk vjen diçka. Por është vetëm të duart. Por zakonisht kokra mbahet në gjendje normale. Përderisa s'përmendet, tregon që gjendje normale, si është gjendje normale e kokës? Drejt. Elusim Allahun subhanahu wa taala na japi neve diturinë e fenë e tij, që t'i kemi adhurimet për të sa më të sakta, më të rregullta, na i pranoj, na shpërblej me shpërblimin e tij bujare. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.